Ju nuk e dalloni, po ka një luftë padukshme që ka filluar që në fillim të njerëzimit dhe do vazhdoj deri në fund të njerëzimit. Është lufta mes skizofrenëve dhe psikopatëve. Definicioni i një psikopati është një person që është shumë i kalkulum, shumë i organizuar, shumë i llogarit, shumë i planifikuar, një person që nuk le asnjë gjë me ardh papritur, një person që shef përtej realiteteve, shef gjitha mundësitë e mundshme e bën llogarin perfekte. Për shkak se i funksionon truri kështu, zakonisht dalin suksesshëm, domethënë dalin CEO, dalin politikanë, dalin njerëz të pushtetshëm. Definicioni i një skizofreni është një person që ka intuit shumë të lartësuar. Mund ta kërkoni, domethënë nuk është thjesht fakti që shef gjëra aty ku s'ka gjëra. Intuita të bësh të shohësh gjëra aty ku s'ka gjëra. Ti kush ju ka thënë ndonjëherë që jam pedofil? Nëse të thot komshiu jot që kujdes nga ky se është pedofil, ti nuk e dallon këtë gjë, mase duhet i besosh. Sepse mase ky shef diçka që nuk e shef ti, nuk ja vlen ta rrezikojmë apo jo. Pra, duke pas të dy gjëra në mendje, psikopati na dil ka një person shumë i planifikuar që i bën plane dhe i mban sheftas, është një person që rri fshehur në shkurrë. Mase të përfshin ty te planet e veta, e kupton, kur të ta them ty këtë gjë, ti mund të më thosh këtë ose këtë. Shanset janë që të më thosh këtë. Kështu që unë do përgatitem çfarë do të them kur të më thosh këtë. A kupton, më bësh të bëj plane për jetën tënde, ndërkohë që ti fle gjumë. Skizofreni është një person që është i aftë me i pa këto gjëra që fsheh psikopati, sepse ka intuit të lartësuar. Edhe kur i thot pastaj skizofreni, robit normal që ky është pedofil, robi normal nuk e beson, se nga e dallon këtë gjë. Siç e shikoni, llogaria po në del që këto dy grupe të ndryshme personash, thjesht nga mënyra si është ndërtuar truri i tyre, janë të paracaktuar me qenë në luftë përgjithmonshme kundër njëri tjetrit. Dhe që në fillim të njerëzimit, me siguri deri në fund të njerëzimit. E njëjta situatë që shihni sot kësaj dite, një luftë mes një personi të pushtetshëm si Edi Rama, mes një personi si Alfred Sako, që do me nxjerr palamet e Edi Ramës, e të thotë gjone që ti si ke ngjuar ndonjëherë. Kjo është diçka që do e shihni në Romën e lashtë, një luftë mes perandorit Nero edhe një filozofi me emrin Seneca. Është e njëjta gjë, është një person i pushtetshëm që është psikopat dhe një person tjetër që do me i fry bilbilit, që ta ngjojnë gjithë tjerët. Shiheni se është psikopat, paskur se beson. Nga fakti se këto dy janë luftë përgjithmonshme me njëri tjetrin, nuk do të thonë se janë të anasjellta, si ju mund të jeni të mendoni këto dy janë dy anë të anasjellta të trurit. Psikopati është anasjellta e sociopatit. Psikopati është dikush që ka shumë zëra në tru dhe shumë i planifikuar. Sociopati është dikush që ka një zot vetëm në tru. Kur i thotë ai zëri ikë bjerë ngushti personit, çohet në kom dhe i bie. As nuk mendon fare. Ky është sociopati, ky është anasjellta e psikopatit, nuk është skizofreni. Këto dy anë nuk ka pse të jenë të anasjellta, janë thjesht armiq. Kështu që është e mundur të kesh të dy anët. Mirë të ishte me cilësu veten tënde. Kush anë të plotson më tepër, domethënë, nga kush je, nga ana e psikopatit apo e skizofrenit. Plus pastaj imagjinoni sa overpowered do jetë një person që i ka të dy anët. Nuk ka rëndësi çka keni, e vetmja gjë që nuk duhet të bëni është të shkoni te psikologu e të merrni ilaçe për këtë punë, sepse jeni mbi normën normale të shoqërisë, keni diçka më tepër që e ka personi normal, e prandaj duhet më dhënë ilaçe, që më të zbut dhe ty më të bëj skllav si gjithë tjerët. Kaq kisha Lali. Hajde të mirë.